Në Big Brother VIP Fan Club u transmetua një video e Gjestit, i cili fliste në dhomën e rrëfimit pas largimit të Egli Takos. Nuk po më hiqet prej mendje puna me Eglin. Ndihem fajtor. Unë nuk e kam detyruar. Jam duke u konsideruar njeriu më i poshtër këtu brenda, që çfarë si kam bërë asaj vajze. Po dalë si kur e kam dhunuar vajzën, i kam bërë ndonjë gjë të keqe. Nuk e di as çfarë i kam bërë more vëlla. Nuk është që i kam bërë diçka të rëndë. Gjëra prej inatit nuk i kam bërë. Po më paragjykojnë të gjithë mua. Jam dhunues apo çfarë jam? Ndoshta kjo që i jam afruar, i jam larguar. Kam dashur ta lë të lirë se u bë boll, kur e shija keq i afrohesha. Kështu nuk bëhet, më mirë të thuash të vërtetën, tha Gjesti. Së fundmi Gjesti është filmuar teksa po qëndronte vetëm në ambientet e jashtme të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, kur ndërkohë është përlotur. Nuk dihet nëse është përlotur për Eglin, për situatat e krijuara në shtëpi, apo prej presionit nga izolimi i gjatë, pasi duhet përmendur që ky është Big Brotheri i dytë brenda vitit, pasi fillimisht ai ndodhej në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 3.